Ka njerë kështu thënë që na ndodhin është më mirë sepse njerëzit e kuptojnë që na jemi njerëz, na bëjmë gabime dhe na jemi krejtësi, domethënë neve është profili na dallon. Unë një mënyrë për me kontrollu peshën tem është me bler diçka që më pëlqen, që është më e vogël, që tani më motivu mos më hongër dhe me vesh atë. Edhe tash I blej tani një parë pantolla që më pëlqejnë tepër, edhe mendoj të prisha mi vesh ato. Tash 3 javë ditë më vonë unë mendimin tem ushtrova, mojta dietë, sa edhe I vesha, po get si sha motivu mjaftu. Edhe si rrëdhoj I vesha, po nuk normalisht nuk kishin mirë. Tash hajt tash se lëshohen e tu laku e sa na bojnë vetën, ashtu shkova në punë. Kur shkova në punë ke një zoj shumë simpatike, kishte ardhur me djalin e vet. Edhe unë ndërkohë po hite tavolina. Edhe ne va për para pantolla, va për më. Edhe unë si çdo shqiptar, me kohë, me mshepa, aty. Kur tha tash te gelje. Tash unë pija një raj. Muhabetin tha, a shumë? Nësh pa. Pas kemi të ditën ulçat. Jo, tash unë pa gjana që ndodhin. Jeta I ka këtu, aty unë më thashë, "Le mo, git më vende graj." Mos ne kur gjata një kryu muhabeti. Ne halo numrat e vogla të mundse. Ja, kom on mësim. Tash motivona për një me. Bravo, tash po ushtron.